Një kamion i ngarkuar dhe një makinë u bën shkrumbehi pasi u përplasën brëm në periferi të Shkupit. Ekipet të zjarfiksve dhe të policisë dolën në autostradën e Shkupit që vjen nga Kumanova për të evituar tragjedi të tjera në trafik. Autoambulanca mori 2 shoferët ku ai i veturës BMW ka marrë lëndime të rënda trupore, por sipas autoriteteve është jashtë rrezikut për jetë. Nga policia thanë se kanë kryer edhe ekspertizën e aksidentit. Sinoć во 23 часот во секторот за внатрешни работи Скопје пријавено е дека на автопатот Скопје-Куманово, пред клучката за обиколница на град Скопје, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило BMW со скопски регистарски ознаки, управувано од АВ од село Бујковци Скопско и товарно возило Мерцедес со полуприколка со неготински регистарски ознаки, управувано од љД од село Брест Штипско, при што двете возила се запалиле и целосно изгореле. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило BMW, констатирани во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид бил извршен од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Скопје. Por edhe 15 orë pas aksidentit qarkullimi rrugor është i reduktuar. Ekipet të pastrimit po heqin gërmadhat. Në terren kanë dalë edhe ekipet të doganës për të verifikuar nëse i gjithë malli në maune ishte legal. Kjo pasi që përveç sasive të mëdha të vajit motorik, kishte edhe ambalazhe të shumta të alkoolit dhe kuti cigaresh. Sipas ekspertizës, makina ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe, e cila nuk ka arritur që të frenojë në momentin e goditjes së kamionit nga pjesa e pasme e maunës, e cila ishte duke u rreshtuar në krahun e djathtë të autostradës nga Kumanova për në Shkup, pikërisht tek lidhja hipodromit që të shpije në rrugën e Qarkorës, dhe si rrjedhoi, rruga mbetet e bllokuar deri në darkë derisa të bëhet pastrimi të gjitha këtyre materialeve, të cilat kanë qenë lehtësisht të djegshme si vajrat motorike dhe alkooli që shkaktoi flak në momentin e goditjes së makinës që thuhet se ka qenë e pajisur me plin. Autoritetet thonë se ndotja e vajit të djegur në asfalti duhet kohë për të pastruar. Madje do të trajtohen edhe nga kompani të specializuara, ndërsa gërmadhat e kamionit dhe të veturës do të dërgohen në hekurishte. Ky punonjës tha se vetura me gaz ishte shkaku i shkëndijës së parë të zjarrit gjatë aksidentit, që goditi maunën me 10 fuqi të lëndëve lehtësisht djegse. Има екипи на дигалки за подигање на возилото, екипа за подигање на моторното уле и за 6-7 сати тоа ќе се расчисти. Во депонија Дрисна. Дали треба да се третира посебно заради моторното уле е фирма која има дозвола за складирање и справување со ADR motorni ulinje i takë rave. Që në mëngjes janë vërejtur kolona të gjata të pritjes në autostrad, nga që po funksionon vetëm njëra kursi e autostradës nga Kumanova për në Shkup, dhe qarkullimi rregull do të rikthehet në mbrëmje.